Jemi me Sara Pejman për të gatuar në kuzhinë, një recetë të preferuar që ka zgjedhur ta ndaj me publikun shqiptar. Si quhet receta? Quhet kuku. Kuku. Dhe është një pjatë persiane. Dhe është pak a shumë si omlet. Domethënë është me vezë. Dhe është pjatë shumë e thjeshtë. Pra ka vezën, ti themi edhe një herë për bërësit, kemi vezët, sigurisht për kryesore. Po, vezët është kryesore dhe në fakt kemi lakër sot, por zakonisht nuk është me lakër, është me shumë bimë, erza të tilla, bimë aromatike. Po, por sepse tani është sezoni lakër, dua të bëj, është shumë flexible, domethënë mund të përdoren perime të ndryshme ndoshta, edhe bimë. Po kryesisht receta origjinale ka me shumë bimë aromatike të ndërthurura me njëra tjetrën. Domethënë quhet kuku sabzi. Sabzi domethënë bimet. Bimët aromatike që përdoren të ndërthurura me njëra tjetrën, të disa llojshme. Të tjerë përbërës janë dhe një qep, kemi miell, dhe disa erzat, shafrani ndis, turmeric, piper, krip, dhe pak miell, dhe pak sot buk. Në fakt, buri im tani është me dietë, me shumë pak bumra, dhe kjo është shumë mirë sepse ka shumë pak miell, është më shumë protein. Ka më shumë proteinë, kështu që mund ta gatuash shpesh. Le ta filloj me njëherë me gatimin, ndoshta duke ngrohur pak aty. Okej. Vajin. Dhe tregojmë hap pas hapi me anë të Sarës recetën që ka zgjedhur për recetën persiane, recetën që quhet kuku. Ta mësojmë një recetë që duket se nga përbërësit janë lehtësisht edhe në kuzhinën tonë, po ndoshta mënyra se si ato ndërthuren kombinohen e bën recetën pra të veçantë. Pra aty do ta zbusim pak lakrën e bardhë derisa ajo të ul nivelin edhe të lëshoj lëngjet e veta. Unë di që ju gatuani për miqt tuaj, shpesher i ftoni në shtëpinë tuaj për të gatuar aty. Po, kemi shumë miqt në shtëpinë dhe ju mirëpresin. Të gjithë janë të mirëpresin. Një ftesë, do vim. Çfarë gatuani kryesisht në këto festat familjare dhe shoqërore që organizoni? E di prej vitesh këtë, kur kemi patur një herë Naimin të ftuar në studio, dhe çuditërisht pasi realizuam biseda ishte komplet të ndryshe nga gatimi. Na ftoi të gjithëve në shtëpinë e tij për të gatuar. Naimi gatuan pra, është Naimi gatuan shumë mirë. Për show, për shoqërinë, po gatuan dhe në përditshmëri. Po, gatuan shumë mirë dhe në fakt kam mësuar këtë pjatë nga Naimi. Zakonisht kur kemi musafert në shtëpinë, po bëjmë një pjatë persiane, është si kari, por duhet shumë kohë për të gatuar. Të këtë veçantë kishin gatimet persiane me sa lexova, që kishin, domethënë gatimet duan kohë mjaftueshëm, të bëhen në zjarr të ngadalt, shumë orë për tu përgatitur. Besoj duhet të jetë gati vaj për të shtuar të parën, kush shtohet e para, qepa? Duhet të bëj qep më parë dhe pastaj, por lakra është gati tani. Por pjatë persiane zakonisht... Cila është ajo që përfaqëson më shumë këtë vend e traditës, receta më tradicionale, tipike e Persisë? Zakonisht është me një gjell, me fruta dhe mish. Dhe ka një gjell quhet fesangjun, dhe është preferima ime. E preferuar ajo. E preferuar, po. është me mish dhe sheg dhe arra. Dhe është shumë e mirë. Pra, receta dhe njëherë është recetë persiane, kuku, me vezë, lakër, qep dhe erza të ndryshme, duke i shtuar këtu edhe bimët aromatike, si që ka origjinalja që ka me shumë bimë aromatike, më pas, si që tha dhe Sara, është fleksibël si recetë për ta shtuar apo paksuar në një prej ingredientë. Kush nuk duhet të mungojë në këtë recetë? Besoj vezët janë kryesorja. Po, vezët dhe tani unë do të fut lakër. Njëra vezë, mëj Sara, na qëlloi me 2 të verdha nga Ovital.
do t'i rahej mirë me një rakse elektrike që të përzihet mirë. Po, shumë. Shumë të bëhet shkuma. Po. Pra, turmerik nga erza dhe piper të zi, duke qenë se turmeriku në çdo gatim që përdoret, patjetër duhet i të shoqëruar dhe me piperin e zi për ta bërë më të mundur përthithjen e... Edhe në disa pjatë persiane përdoren kanell, por për të nuk duhet. Por me pjatë që ka fruta dhe mish, përdoren shumë kanell, është shumë shije e bukur. Ka do një recet që është shumë e çuditshme, për shembull, në kuzhinën tonë, kombinimi i mishit për shembull me mjaltin apo me mish me sheg, për shembull, duken si receta të çuditshme që nuk i përdorim shumë në kuzhinë. Shumë kur ti fton mish dhe thua do t'u gatuaj sot një recet mish me sheg. Si reagojnë ata? Po, e di, edhe për indianet është shumë e çuditshme. Për shembull, mami im kur filloi të mësoj pjatë persiane, nuk e kuptoj pse përdoren fruta dhe mish, duket shumë e çuditshme për të. Por tani e pëlqen. Okej, tani do fut pak turmerikun, që ndryshon dhe pak të ngjyrën e gatimit. Dhe pak piper. Dhe pak krip. Nuk gatuaj me shumë krip, sepse kam kujdes për shëndetin, sigurisht. Pra, e shohim që lakra është zbutur. Tani do bëhet Tani po i vazhdoj dhe pak vezët që të ruajnë atë volumin e tyre. Dhe do t'i bashkojmë për t'i vendosur në fur, apo jo? Po. Sa sot buke duhet? Një lug. Një lug të tjerë. Një lug çaj. Dhe për miell, ndoshta zakonisht dy si kjo. 2 lug tilla çaj, plot. Sërish do t'i bëj një përzierje. Zakonisht, çfarë gatuan ti? Të pëlqen të gatuaj? Mua më pëlqen shumë të gatuaj dhe gatuaj gjithçka, vetëm këto kombinime që thua shija e ëmbël dhe e kripur nuk e kam testuar ndonjëherë në kuzhinën time, po më pëlqen kuzhina mesdhetare kryesisht. Po. Edhe ajo që the ti të jem kreative dhe të kombinoj dhe të krijoj receta, që fundja fundit duke i krijuar vetë i shijon dhe më shumë, duke kur janë të tuat, tu bën kombinime të tilla. Tani duhet të jetë gati, besoj. Po, dhe në fund i shtojmë edhe majdanoz, bollshëm, se e freskon dhe majdanozi kanë përshtypjen dhe e thyen pak atë aromën e fortë të lakrës. Sakt. Kështu që është ndryshe nga ato recetat e tjera që që duan kohë bollshëm për t'i përgatitur. Po. Në pak minuta shpesh sa lakër shtuam ne dhe sa mbeti aty. Pra derisa lakra të uli komplet atë volumin e vet. Po. Do t'ja shtosh aty vezët? Po. Besoj se nuk duhet gjithë. Baka shumë aq minuta dhe kohë sa kemi në dispozicion, shumë bukur e shtojmë. Dhe e përziejmë. Dominon sasia e vezës. Të paktën volumin nuk e kemi prishur, apo jo? Jo, dua shumë volum, por është okej nëse është pak... Bie nga pesha e lakrës. Pra një recet të tillë mund ta gjejmë shumë mirë të integruar në kuzhinën në recetat tona, duke qenë se produktet janë të tilla që gjenden dhe i kemi pjesë të përditshmërisë tonë, lakrën, vezët, majdanozin, turmerikun, krip, piper, kaq ishin këto produkte, pak miell, pak sod, dhe e ndihmon pa ashtu dhe në pjekje, në një furrë që e kemi para ngror apo jo Sara, po është ndezur furra në 200 gradë Celsius, ne do ta shtojmë tani tek tava. Një përzierje e mirë e përbërësve,
që të jetë e tillë pra në nivel të duhur në tepsi. Dhe kukuja ka përfunduar në këtë formë. Për sa minuta i duhet për të pjekur? Doshta 20 minuta. Ose më pak, sepse shumë i vogël. Kur duket golden, pra që është kamera të ngjyrën e artë, të kuqeremt, është gati. Do të mpikset, e provoni në shtëpi dhe ju e din tashmë na komentoni, na shkruani se si ju ka dalë kjo recetë. Do të prihet, do të jetë si një omlet, do të ndahet në pjesë dhe më pas çfarë mund të shoqërohet me këtë recetë, si e sjell në tryezë? Zakonisht me kos. Me kos. Me një kos pak e veçantë me ment. Me mente. Mente, hudhër dhe krip. Është paka shumë si taratori shqiptar, që ne përgatisim me pak koper, kastravet, hudhër, vaj ulliri dhe krip. Kjo recetë e do të kombinuar kosin me mente. Mirë, përfunduam besoj, edhe me salat. Okej, tani jemi gati për furr. Të lumshin duart, e vendosim aty, e vendosim në furr për ta pjekur, ndihmoj të hap. Dhe ne do t'i falenderojmë shikuesit që na kanë shoqëruar në bisedën me Sara Pejmën. Ke një mesazh për shqiptarët, për publikun ton? Ju uroj një vit i bukur, gëzuar vitin e ri dhe ju uroj shumë dashuri. Dhe ne mirëpresim çdo projekt të ndin muzikor në tregun ton, me zërin tënd të ëmbël. Faleminderit që ishe në Reze Dielli. Faleminderit. Ditë të mbar, faleminderit dhe juve që na ndoqët. Këtu ka përfunduar emisioni ynë për sot, shihemi nesër. Mirupafshim.